Shumë pak po lëvizin përpara, edhe kur ndodh diçka është minimale. Personat me nevojat e veçanta në vendin tonë jetojnë një situatë kaotike, ndihma materiale është e vogël dhe avancimi të drejtave tonë është larg asaj që duhet jetë. Kështu deklaron Xhevat Fejzuli, kryetari i shoqatës së të verbërve dhe personave me shikim të dëmtuar realiteti nga Gostivari, me rastin e ditës ndërkombëtare të personave me aftësi të veçanta. Sipas Fejzulit, antarët e kësaj kategorie përballen çdo ditë me infrastrukturë të papërshtatshme, vendkalime të paarritshme dhe mungesë të kushteve elementare për qasje në institucionet publike. Ai thekson se shpesh kanë marrë premtime, por rrallë kanë parë veprime konkrete. E gjitha problematika, ajo më kryesorja funksionon te niveli qendror. Niveli qendror fatkeqësisht deri tash ne kemi bë takime, kemi bë kërkesat që janë evidente, i din edhe personat me nevoja veçanta, edhe vetë si qendër, si pushtet, si shtet, nuk i kanë marrë parasysh. Kërkesja më e fundit ishte para më 15 tetor, patëm një takim me zëvendës ministrin e trut punë sociale, se ja kanë rrugë emrin tash ato. Dhe ati na u premtu se do të ketë rritje në shtesa. Fatkeqësisht, rebalanci i buxhetit kaloi, asnjë pikë, asnjë presi nuk ka për personat me nevoja veçanta. Mendoj se kjo është problemi më sublim, më kryesor. Se ne e dim, gjendja ekonomike është rënësu për personat që janë në marrëdhënie pune, e sidomos për personat që shumica janë pa punë, jetojnë me shtesa, gjë që është pak jo e logjikshme se jeta është bërë më vërtet shumë e vështirë. Kërkesa jonë është që në nivel qendror të ketë rritje të mjeteve financiare. Në nivel qendror të ketë shkollat të gjitha të jenë përshtatshme për personat me nevoja veçanta. Bazë kryesore është në rast se në një ekonomi familjare ka buxhet më të mirë, ata edhe vetë prindët, vetë familjarët do t'i afrojnë sa më shumë me kushte më të përshtatshme personat me nevoja veçanta që i kanë në gjirin familjar. Përveç mungesës së infrastrukturës, Fejzuli nënvizon edhe mungesën e vetdijes së zyrtarëve publik, të cilët sipas tij nuk janë të gatshëm t'i dëgjojnë problemet e tyre dhe takimet me ta janë të rralla. Për të shkuar në një ministri apo një drejtori, kushtet ne i dim se e gjithë shteti si shtet nuk i ka trajtu qasjet e duhura që personat me nevojat kenë mundësi t'i takojnë ato persona, ajo është një kryesore, edhe dyta është një anashkalim, ndoshta është vedia e ulët e personave, kur është për shumë personi me nevojë veçantë don të takojë dikush. Ne e dim se rranta është për të mritur taj person. Ose do të thonë hec sot, hec nesër, dikur do të bëhesh i lodhshëm dhe e lenkret. Shteti ndihmon këta persona me 16.000 denar, por Fejzuli thotë se kjo shumë nuk mjafton as për mbijetesë, e lëre më për një jetë të dinjitetshme. Një person që ka problem shëndetësor nga shteti me vetëm 16.000 denar, gjë që me 16.000 denar sot të jetosh, qofsh vetë nuk të dalin ato, e ku të jesh edhe me familjar, të kesh fëmijë, familje të kesh të krijuar, është një pagesë që me ato nuk ja del njëri të mbijetoj, jo të jetosh, të mbijetojsh. Ai shton se antarët e shoqatës kanë 10% zbritje për trajtime shëndetësore në spitalin privat Sistina, ndërsa në institucionet publike paguajnë gjithçka, përfshirë edhe barnat, të cilat shpesh janë shumë të shtrenjta. Spitali i shtetit nuk i ka leju për shumë persona me nevojë veçantë të jenë pa pagesë, por edhe barnat që gjitha i paguajnë. Edhe ato persona që janë për shembull me smundje më të rënda që kanë barnat e tyre kushtojnë me 100-200 euro për shembull, ato i marrin prej xhepi, nuk kanë asgjë nga shteti, lirim apo diçka tjetër. Personave të verbër dhe atyre me shikim të dëmtuar u takon edhe asistencë personale prej rreth 4 orësh në ditë për t'i shoqëruar në kryerjen e obligimeve të përditshme. Shoqata Realiteti në Gostivar numëron aktualisht 65 antar. Në këtë ditë simbolike, Fejzuli apelon për veprim të menjëhershëm dhe për kushtim real institucional që këta personat të kenë mundësi të barabarta dhe një jetë më të lehtë.